Studiojnë teknologjinë, por këta nxënës u mblodhen për ta ndihmuar planetin. Të enjte për të kontribuar rreth kësaj kauze u bashkuan edhe të rinjt nga Bosnia Hercegovina. Studentët e British Gymnasium of Technology kësaj here ishin një koqir të këtij projekti. Nxënësat e tonë edhe nxënësat prej gjimnazit Mostarit e kanë përgatit disa veçare, cilat kontribuojnë në mbrojtjen e ambientit, me që edhe projekti ka qenë për mbrojtjen e ambientit. Edhe idetë qenë të ndryshme. Projekti jam ka emrin Share Nas, ka website ku do me thonë mundësh me sanet që ma pak i përdur gjatë ditës, mos me i ble, po me i marë për dikuj tjetër, me i huazu. E për dikë që për herë të parë viziton Kosovën, përveç këtij misioni në mend i kishte mbetur edhe diçka tjetër. To be honest, it's really beautiful here, I would say. Të jemi sinqert, është shumë mirë këtu. Qyteti është i madh, por mua më pëlqen më shumë Prizreni dhe mendoj se është më i bukur se Prishtina. Ndërka që mendoj se ne si popull kemi shumë gjëra të përbashkëta, sidomos ushqimin. Nga ajo që u tha me fjalë, ta nxënës se kthyen në vepra krejt në fund.